Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi, wa ba'd. Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, mirësitë, bekimet dhe mëshira e tij qoftë mbi dashurin e tij të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të larta, na dhurojë dijet dobishme, na mundsojë vepra të mira, e sa ti jemi gjallë na furnizoj me furnizim pastër dhe halal. Zotit i lutem që të jemi për atyre njerëzve që Zoti i njeh me të vërtetën e pasaj e pasojnë dhe i njeh me të pavërtetën dhe pastaj i largohen. Allahut i lutem që të jemi për atyre njerëzve që dia që ata marrin dhe japin është argument për ta, jo kundër tyre, dëshmi për ta dhe jo kundër tyre. Amin. Atëherë filloj me pyetjet, cilat janë të rezervuara, po edhe nëse ka pyetje kështu drejt për drejt, mund të bëhen nuk ka asnjë problemi. Thot, prindrit më kanë ndruar jetë dhe nuk kanë qenë në dieni për bërjen e akikas, pra kurbani që bëhet për fëmijën. A obligohemi ne si fëmijë që t'u çojmë në vend këtë obligim? Jo. Përderisa s'kan pas dituri dhe informacion mbi këtë temë, nuk ka përgjegjësi, pra nuk ka pse ta bëni një gjë të tillë. Po kështu edhe nëse dikush kanë vdek prindrit, nuk ka pse ta bëj për veten e tij, qofse s'kan qenë të ditur apo të informuar për këtë lloj tematike. Madje edhe nëse kanë qenë të ditur dhe të informuar, nuk e bën njeriu akikan për dikë tjetër të tijën. Pra nëse ata kanë bërë, nëse ata se kanë bërë, mbaroi historia, kanë shkuar tek Zoti i tyre. Pyetja tjetër thot, gjatë namazit të yacis më është zbërthyer hixhabit dhe më ra nga koka, unë vazhdova namazin dhe përfundova pa shami, vetëm koka ishte e zbuluar. A quhet i sakt ky namaz? Jo. Duhet përsëritur. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e sakt, nëse femra mbush moshën, nuk lejohet që zbulohet diçka në trupin e saj përveç fytyrës edhe duarve në namaz. Kështu që kjo është një çështje për cilën nuk ka dy mendime brenda dietarëve të Islamit. Një mendim ka. Po të zbulohet, prishet namazi. Përveç se kur nuk janë kushtet, mundësitë e tjera gjë tjetër, po kështu s'pranohet. Vjera ime djem 2 janë pa martu dhe ju thotë që duhet martoheni se Zoti do të më gjykojë mua pse s'ju kam martu. Unë i them vjerës, nusja tani. Unë i them, nuk është e vërtet, mos thuaj ashtu, dhe non stop ju thot martohuni se mbetet. Por mua, kësaj të mençmes, kjo sens më duket normal, por nuk i bindet, i vendon edhe djem në siklet, dua një përgjigje. Çfarë duhet ty që u thot vjera çunave? Çfarë halli keti? Ti e martu për vete, elhamdulillah, e ke burrin nga shtëpia. Kjo vjerë që e ka danoqa, që e ka nonë tamam, bravo i qoftë saj nonës. Që e ka vjerë për ta puth mball. Bravo i qoftë, thot çunave martoni se m'ngelet në shtëpi, delen xhi. Mirë thot. Kush i marr çuna në shtëpi? Çuna duhet martohen në të ecën, të shohin jetën. Ti maj nona ala me buk. Nërsa kjo që e ka mërzit, se i veka vjera, kunetrit i veka në siklet, non stop. S'm duket normal, kur të bësh ti kalamoj, e kur shkojnë ka 30 vjeç, ka 35 vjeç do të shohim ty, zonjë nderuar se si do u thush kalamojve. Tuj. Ky është harxhim kohe, harxhim energjie. Kam kunatën që është bërë me fëmijë dhe i ka vendos emrin gati të njëjtë me fëmijën tim, i ndryshojnë vetëm 2 gërma, a është keq? Jo, s'ka asnjë lloj problemi. Çfarë problemi ka? Ky e ka Selman, ai e ka për shembull Elman. Për shembull, ky e ka Ammar, ky e ka Amri. Ky e ka Serdar, ky e ka Dar. Për shembull. S'ka asnjë lloj problemi. Ky e ka Muhammed, ky e ka Med. Ma fi mushkile. S'ka problem.
më kas një lloj problemi. Sa qef kanë mu kap me këto muhabete, a është keq? Se mos po na i zjo, po çfarë keq është, mos i zjo s'ka. Disa të më afër më kanë thënë që është keq të përsëritet emri të vjetërve më shumë se 2 herë. Për shembull, gjyshi ka pas emrin Sulejman, për shembull. Dhe çuni i madh ja vën emrin Sulejman dhe çuni i fundit ja vën emrin Sulejman. Ka një problem fetarisht? Ose dhe problem? Në Siri kishin traditë kështu. Çdo fëmijë që linte, emrin e fëmisë parë i lejte emrin e babës. Pra nëse baba për shembull kishte, le të themi, 7 fëmijë, çdo fëmijë çunat i veshin emrin e parë të fëmisë emrin e fëmisë parë i veshin emrin e babës. Pra i bide që emri i këtij personi përsëritet 7 herë. Fetarisht nuk përvon asnjë lloj problemi. Për shembull, baba kishte emrin Ramadan, për shembull. Të gjithë fëmijët e këtij Ramadani, sikur 13 çunat kishte ky, të gjithë këta çunat e Ramadanit, emrin e fëmisë parë ja veshin Ramadan. Për këtë arsye ato e shoqërin emrin me emrin e babës, që mos ngatrohet. Ramadan Ahmed, për shembull, ose Ahmed Muhammed kështu, që mos ngatrohen me emrat. Pra fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi, nëse përsëritet i njëjti emër apo emri i ngjashëm. I vdek qoftë ky emër që e ka pas apo i gjallë. Kur çifti është në distancë për shkak të shkollimit të bashkëshortes në Shqipëri, dhe gjithashtu ka grindje mes tyre për shkak të distancës, çfarë duhet bëhet? Shkurtohet distanca. Përdesa grindja që ka si pasojë e distancës, e morim distancën, e fusim thes, edhe bashkojmë trupat. Ndodh edhe kjo, ndodh. Për shkak distancës shtohet xhelozia, pse s'ma hapi telefonin, kur isha mësim, ja isha në kurs, apo ti ku ishe apo si isha, e fillon shejtani ngacmon. Kështu që në raste të tilla sugjerohet që të eliminohet distanca. Eliminohet distancën edhe zgjidhen problemat. Si thajta, afër synit, afër zemrës, ja afër stomakut. Afër synit, afër zemrës. Kështu që do të qenë afër. Mirë është, rregull. Desha të pyesa, lejohet të luajmë bastore apo llotari me karta gërvish dhe fito? A la ekzistojnë këto? A la ekzistojnë, se në kohën tonë kam pas ekzistuar në të 5-ën, në të 3-shin, në të 4-ën, u shiqin për rrugë, gërvish fito. Haram. Haram është bast. Kumari në Islam është i ndaluar. Lotaria, lotot, gjitha këto janë ndaluar në Islam. Në lidhje me 2 rekatëshin që falet kur hyn në xhami, ndërkohë që hoxha po man hutbe, sepse është një hoxh duke ne që kush fal 2 rekate i bërtet nga hutbet, edhe madje ka pas raste që e nxjerr jashtë. Jo, hoxha duhet arrestu. Ka një lista gjatë që kombon për të arrestu, edhe ky duhet arrestu, duhet fut në burg 6 muaj. Çështja e 2 rekatëshit kur është duke fol hoxha, pra kur është duke marrë ligjërat, është një çështje për cilën ka hadith të saktë. Pavarësisht se ka 2 mendime, ama hadithi është i saktë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoje o xahil, ti që je imam ignorant, dëgjoje këtë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse futet ndonjëri për jush në xhami dhe po mban ligjërat imami, mos të ulesh pa i fal 2 rekat. Hadith transmeton Imam Muslimi. Ose hadithi tjetër, nëse futet ndonjëri për jush në xhami dhe po mbahet ligjërata e xumas, pra, mos të ulet pa i fal 2 rekat të lehta.
Hadithi tjetër, është fut dikush në xhami dhe pejgamberi sa më ka pa që është ul pa fal 2 rekatshin. I ka thënë në hutbe, a i fale 2 rekat? Ka thonë jo. Ka thonë çohu fal 2 rekat, pastaj ulu. Po mirë, pyetje. Imami nuk është me këtë medheb ose me këtë mendim. Edhe nëse nuk është imami me këtë mendim, nuk ka të drejtë të ndalojë njerëzit. Se është një mendim që thotë zbon. Ka një mendim që ne nuk mund ta mohojmë faktin që është një mendim në Islam që thotë zbon, duhet më ul. Dhe ne i respektojmë mendimet e dietarëve. Por ne nuk mund të bëjmë diktatorin në xhami që t'i obligojmë njerëzit me një mendim. Pse në Islam ka shumë mendime? Në mënyrë që njerëzit të kenë hapësirë, liri. Ja, për shembull, unë jam hutbë xumas. U fut dikush në xhami dhe nuk e fali 2 rekatshin, do t'i bërtas? Do ta bëj shembull. Do të mej, kush je ti? Si ule? Si e ke emrin ti? Nga ke ardh? Është ignorancë. Ky thotë nxjerr njerëzit për xhamie. Ky duhet arrestu, ky duhet i duhet çuaj emrin prokurori. Ignorancë ekstreme, na myti ignoranca, pasha Allahun. Që s'ka zot tjetër përveç tij. Ai tjetri prishi namazin në orë, se tha dikush amin. Ai shketim qepet, amin. Dha selam ky. Kush tha amin? Këtë s'ka kush i arreston më vëlla, këtë nuk ka kush i fut në burg. Ta quhen njerëz të verbër, edhe natyrë diktatorësh. Nuk pranon e të ketë mendim tjetër në xhamat ose në xhami. Jo vëlla pik, ç'a them unë edhe pik. Ç'a bonin vaki para ca ditë, se muhabetin nxjerr muhabetin. Erdhi një vëlla më pyeti për një rast. Tha, a lejohet me ja bën një faturë dikujt, për i mall ai ta kthen mallin me i dhon lek dhe merr faturën dhe çoki firma. Ç'a quhet kjo faktikisht? Ç'a quhet? 10 po e pastër fare. E të sholla po s'lejohet kjo. S'lejohet, fetarisht nuk lejohet. Po mirë ta e bën për çfarë faj komun. Po ti përderisa e kupto se çfarë do bë ky kafsha, nuk lejohet. Edhe i bona i pyeti këtij çunit, unë thash, "O Habibi, thash, për sa bëhet fjalë? Ta për 100.000 lekë. Për 100.000 lekë. Për 100 euro, për ato që se kuptojnë 100.000 lekë. Thash, subhanallah. Dhe ne ankohemi pse na vjedhin, ata që janë mbi ne. Ankohemi ne. Po ky tipi që vjedh shefin, apo pronarin, apo firmën për 100.000 lekë, këthe me bo ministre, të fal, ta pus tigrin në 2 faqe. E loanin. Edhe si ka jo, çakallin. Ujku çakalli bonin nomin. Ti thuj në ceratori, ky të ketë gjondore, ky e shet gjysmën e Shqipërisë në Itali, Allah, pasha Allahun. Ju dha mundësia me vjedh firmën me 100.000 lekë boni, o vlla. Po këto që na vjedhin neve nga kanë ardhur. Nga ky pra kanë ardhur, nga ky lloj modeli, edhe kanë ardhur këto lart. Po pse me t'ishte mu Shqipëria me lajke dhe me evlia, do të vishin shejtan? Kema të kunu, ju alla alejkum. Si t'jeni ju asjell Zotin mbi kokë. Nuk bën padrejtësi Allahu. Allahu nuk bën padrejtësi, pasha Allahun. Se këto nuk na kanë ardhur nga Marsi, as nga Jupiteri, as nga Merkuri, as nga Neptuni. Këto na kanë ardhur nga ne. Dikush për këtë, dikush për këtë, dikush për këtë, dikush interesi kësaj, interesi asaj. E ne, selam aleikum, aleikum selam, gjithë. Me vajosje. Edhe këtë tipi, po ta pyesësh këtë tipin për shembull për bashkësinë islame, na mytën se këta bashkësi islame diktator, autoritar. Ti në xhamot aty bën zbor, po të kesh bashkësinë islame ti jesh mufti. Ti vë njerëzit në rreshtme, ti jesh mufti ti. Ky lloj imami ti jesh mufti, I vë njerëzit në rresht.
Kështu që Zoti është i mëshirshëm, shumë i mëshirshëm Allah. Allahu nuk i bën padrejsi askujt, pasha Zotin e madh. Vallahi, Allahu nuk bën padrejsi. Si ti jeni u asjell. Si ti jeni ju asjell. Edhe kjo lloj kategorie. Kam pa disa shqiptarë në TikTok që tregojnë fall. Fall në TikTok edhe këte nuk vdiqen pa e ngju. Po nuk lejohet në Islam, as për qejf, as për kuriozitet. Nëse ajo është live, nuk lejohet më u fut aty, nuk lejohet. Po edhe po s'qe live, për kuriozitet ta ngjëje çata si shti fall ky qafiri. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Një miku jon që është shumë i specializuar në këtë inteligjencën artificiale, e ka bërë me LGBT horoskopin, fallin. E pyet ti përgjigjet ai ta shti fallin LGBT-ja. Inteligjencë artificiale. I thashën, o abi, po pse e bone? Tha vetëm me ju tregu njerëzve që kjo është mashtrim. Edhe me të vërtet, po të ishi njerëzit kaq të mençëm sa me e kuptu këtë muhabet, s'do të kishin shku fare, pa hajde inshallah, po ftjellohen. Çfarë më bë? A lejohet drunt që kemi pastru varrezat t'i përdorim për ngrohje gjatë dimrit, sepse ne jetojmë në fshat dhe na thonë se nuk lejo. Përdori mos e vrit mendjen. Përdori me bismillah, përdori për zjarr, për ngrohje, për gjitha. Stresi zero. O Allah na fal. A na lejohet që të punojmë për zbukuruar ambiente për ditëlindje? Ej Zot, elhamdulillah. Na pi long 3 herë. Ezi marr. Varet se si është nga gjendja ekonomike e personit. Nëse është vështirësi jetësore dhe ekonomike, mund ta bëj sa dalin nga hallët dhe sikletet. E nëse nuk është në vështirësi ekonomike, pra nuk e ka lakun fyt kur i thon, mos ta bëj. Kam zënë vjerin duke bërë amoralitet me një tjetër, e pasazon vjerin duke bo zina. Grune ka gjallë, pra vjera është gjallë. Nuk e di në familje, thot, jam shumë ngarkuar me një fakt që nuk di si t'ja them as burrit, se kam frikë se çfarë masash do të marri. A ti them, thot, burri që babi ju të bën zina, kom vinë këto pyetje të vështira vetëm mua për rreth. Alhamdulillah. Unë mendoj që duhet i thush burrit që kam pyet hoxhën, edhe hoxha ta që tregoj, po që ta këshilloj. Mos të reagoj keq dhe negativisht. Ka thonë hoxha, thuj burrit, që tha hoxha, burri jot nuk duhet të reagoj keq, po duhet ta këshilloj. Detyra e burrit në këtë rast është që ta këshilloj. Ta këshilloj, jo që cilët keq me babën. Çfarë më bë? Hallë shqiptare quhen këto. Nëse harrojmë namaz në rekatin dhe themi Bismillahirrahmanirrahim pas el-Fatihas, s'ka problem. Bismillahirrahmanirrahim për surën mrapa, nuk ka asnjë problemi. 5 herë. Pi long. A është e vërtetë se ka një ajet kuranor që ku thuhet, Zoti thotë që atë që do më shumë se mua do ta marr nga ti. Dhe mos thuaj se pa atë s'mund të jetosh dot, sepse unë do të bëj që të jetosh pa të. S'ka më vllak shumë muhabetësh, çan këto muhabete burrë. Nga i gjenë vllak këto gjona vllak. Ku ka kështu ajeti më burrë? E i Zotit më. Mund të jetë thonë me mund të jetë shkruajt me diku, po s'është. E i Zot na falo Allah. Po pse s'ka pun tjetër Zoti, ka me të marrë atë që do ti, s'ka pun tjetër Zoti me atë që do ti. Pse më burr me ngushtu kaq shumë gjona, pse me i bë gjonat kaq subhanallah. Kam Kur'anin që 13 vjet për i kanë ra koret.
dhe ka nisë me mu shkojsh. Shkoke, që quhet kjo? Kinkaleria, i dhe ka pak të ri, e që nisë e bot bukur, e qep mirë me fije më nafshi, edhe nuk bie mo. E thjesht fare, përderisa fletët mrena janë të pastra të rregullta, të koret, pra kapakët bëhen dreja, çfarë problemi ka? Stresit zero. Baba im thot nuk flet dhe nuk dëgjon sepse kështu ka lindur, nuk di as shkruaj as lexoj. Dhe nuk është falë ndonjëherë. Kurani njeh se është libri i Zotit dhe gjithmonë e put dhe e mban në lartësi. Kam dëshirë që baba im të falet, po ai nuk mund të mësoj sure. A mund të mësoj atij lëvizjet? Duke qenë se s'kam se si t'ja mësoj sepse unë jam vajzë, e si do. Në këto raste, vajza ose femra falet anash personit që po mëson, sepse ky është rast specifik edhe i veçantë. Nuk ka problem. Falesh anash në mënyrë që ai të imitoj në lëvizje, plus që sot është lehtësuar edhe kush. Teknologjia ja ve aty përpara dhe e shef ai. Po edhe ti vet baraz me të nuk ka problem derisa ta mësoj. Allahu e shpërbleft atë edhe ty. Si bëhet nikahu në rastin që nusja ime është me një familje të krishtere, mirë pa ajo vetë është konvertuar në islam. Bëhet nikahu, nuk ka problem. Prezantojnë ato, hoxha bën nikahun tamam. Pavarësisht se kujdestaria faktikisht në këtë rast i bie imamit. Kujdestaria i bie imamit, ka një mendim që thotë i bie tjatit vet, e ka jati akoma kujdestarim. Pra ka interpretim interesant. Gjyshe ime ka një lloj vezvese kohëve të fundit, ka shku tek një grua në mahall, i ka kërku majic. Majic i thon bluzës, këta vëllezërit ton. Në dijenin me kjo gjë është ndaluar. Po si është puna në mënyrë që gjysha të dëgjoj fjalën tënde. O gjyshe, nuk lejohet me shku ke këto fallxhoret, me çu majica apo me çu brekica apo çorapica. Nuk lejohet. Është gjinof i madh o gjyshe që të shkosh ke këto gratë me këto muhabete, nuk lejohet. Haram, gjinof i madh. Është gjinof. I e plak e vjetër, mos bëj gabim me bo një gjinof kaq të madh. Pejgamberi alayhis ka thonë ku shkon te këta njerëz dhe i besot del nga feja. Ku shkon për qejf, për kuriozitet, si pranohet namazi 40 ditë. Prandaj hiq dorë për këtyre muhabeteve. Allahu të shpërbleft. Jam e martuar prej kaq vitesh dhe kam 3 kalamaj, por nuk e kemi bërë nikahun në xhami. A jena burr e gru të ligjshëm ne? Mashallah jeni për Zotin. Lumë si ju. Vetëm se pak, 3, pak. Vazhdoni. Vazhdoni. 3 është minimumi. 4, 5, 6, 7, 8. Amin. A lejo të bëj umre burri im, por ai akoma nuk falet. Nëse është prej muslimanëve, lejohet, nuk ka asnjë problem. Inshallah atje dashurohet me namazin, me adhurimin e Zotit, afrohet me Zotin më shumë, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A është haram të çojmë steka me duhan e migrantëve? Po, haram është. Çdo lloj bashkëpunimi në haram është haram. Steka, e kuptoni çfarë janë stekat? Stekat e duhanit. S'lejohet. Haram. Bashkëpunëtori në haram ka bërë haram. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Mos bashkëpunoni në asgjë ku ka gjuna apo armiqësi. Në qoftë se në farz kemi harru me thonë pjesën e dytë salavatit, Allahumma barik, dhe kemi dhënë selam, aleikum selam, stresit zero ka ikë, s'ka problem. A mundesh me vesh, pra a mund veshësh bluzën nëse e ke me sos, nëse e ke sos me një gacë, apo cigare, nëse e ke djeg me
me thëngjill ose me cigare, mirë, e përktheva mirë. Se më kanë thonë që rroba e djegt nuk bën më u vesh, të kanë rrejt. S'ka lidhje fare, hiç. Mund ta veshësh. Stresit zero, të larg budallëve. Vitin e shkuar nuk munda të agjëroja për shkak shtatzanisë. Kam dëgjuar që një formë e kompensimit është ta paguaj. Jo, nuk ka. Ku ka me pagesë? S'ka dalë agjërimi shitje, që me ble apo me shit. Duhet të agjërosh ato ditë që si ke agjëruar dhe pikë. Kaq, është e thjeshtë shumë situata. Jam në një martesë të dytë, kam marrë një burr të cilit i ka vdekur gruaja dhe ka 3 djem. 2 janë të martuar, unë respektoj shumë, po ata nuk sillen hiç mirë. Burri po i mbron dhe po thotë të janë fëmijët e mi, e unë smuna. Ne e duam njëri tjetër, po më pengojnë se po e dominojnë babën e vet. Dhe në prezencë të tij më ofendojnë. Ai nuk më përkrah. Bëj sabër o motër, përderisa ke mori burr me fëmijë, këto gjona do t'i bësh mend përpara. Këto muhabete do i kishe bë mend përpara, gjona që ndodhin janë. Bëj sabër. Bëj sabër. Xhaka Driu thot leje fare, thot gjej tjetër. Unë nuk e them dot, po nuk u ndjeve mirë, mund ta lejsh. Po u ndjeve si ta them, e përbuzur, e përçmuar. Hajde inshallah, Xhaka Driu ta dha fetvan. Leje, thot Xhaka Driu, merr tjetër, thot. Hajde inshallah. Kjo është fetva e Xhaka Driu. Po e postoj këtë faqe se më vjen shumë inat që flasin në emër të fesë. Kjo është faqja. A duket? Shqiver, Ilir, mos më shif mu. Shif aty poshtë. Duket? Gjë? Thot, hajde e qash. Faqja quhet, e bëj qëllimisht, po e bëj qëllimisht. Po e përmend emrin e faqes, që të zojnë mend. E mos bëjnë më pralla tilla, mësime islame. Hajde e çfarë thot. Kur gruaja e ngrit, këto s'din as shqip me shkruajt më burrit e vet. Këto as shqip non parlare. Merë me këto të mësojnë fe, të marrësh fe për këtyne. Kur gruaja me të madhe g. Kur gruaja g-ja me të madhe, ngrit zërin e vërtet para fytyrës së burrit b-ja me të madhe, edhe nëse flet 100 herë të vërtetën, vizë, pse ka vua të vizën nuk e di, ajo është fajtore. Do të thonë gruaja, qepe zënepe. Po çan këta njerëz, çan këta njerëz që dhunojnë në emër të fesë, që bulizojnë në emër të fesë, që përdhunojnë psikologjikisht njerëzit në emër të fesë. Nga kanë gjetë këtë fe, valla. Po është normal edhe ta agrezon në një moment, mërzitet për burrin, hekër ato se më çave vesh. Çfarë problemi ka, burr? Le të thotë burr. Gjona që ndodhin në Allah. Pse vetëm burri ka drejt më nxef, me ik trunë, edhe asaj hik petlla. Si që ik ti ka herë petlla, hik edhe asaj petlla. Ç'është ky bulizim vëlla? Me ngrit, jo me vërtet si thash unë. Me ngrit gruaja zërin para burrit, është fajtore dhe nëse thotë 100 herë të vërtetën. Mashtrusa. Zoti u zoft, Allah u zoft. A lejohet dikush që nuk është i bom sunet me dal imam? Lejohet. Po ju mos qeshni, sepse kjo është mesele fikije. Është një mesele në fik. A i lejohet babomit sunet me u bo imam. E para me u bo sunet është vajxhib. Dhe është simbolistike e islamit. Kjo është e para. Pra është shenjë dalluese e muslimonit. E dyta, e kanë diskutuar dietarët këtë mesele thellë. Pse? Ka thonë kur ka 2 njerëz që i kanë kushtet e barabarta, një islam njësoj, me Kur'an njësoj, me sunet njësoj, me mosh njësoj. Tani kujt japim përparësi? Librat e fikut, kjo është bukuria e librave të fikut. Thot kush është i martuar. Po nëse janë të dy të martuar.
kush është i bom sunet. Po nëse në botë dy sunet, kanë gjetë, është interesante, nuk do të ndalem se kalon edhe në banalitet, po ideja është shumë interesante. Kjo kupton, çfarë kupton? Të më thonë që ka punu truni, ka ecë herët. Kurse sot punon në LGBT-ja. Thash njëri si i bën pyetjet. Tha e futa temën në LGBT, thash më pyetjes për këtë temë. Domethënë truni me pushime. Punon në LGBT-ja. Kështu që në rregull. Kështu që nuk ka asnjë problem se e pash që u gajasët, u kënaqet. Atë shifeni edhe këtë interesante. Duaja e mrekullive, se këta kanë titull shumë, që e ke përësish, bom, fare. Edhe ka pru i dua që është e saktë faktikisht. Duaja është Hasbunallahu su'utina Allahu min fadlihi inna ila rabbina inna ila Allahi ragibun. Ky është një ajet kuranor faktikisht. Ajeti çfarë thot? Hasbunallah, na mjafton Allahu. Su'utina Allahu min fadli, Zoti ka për na dhënë për mirësive të tij. Inna ila Allahi ragibun. Te Allahu e kemi shpresën. E bukur apo si dua. Tani. Pse e quajmë vëlla duaja mrekullive? Duaja çuditbërse, duaja zgjidhse, duaja çliruses. Ky lloj emërtimi s'ekziston askund. Ç'është kjo moni, ç'është kjo dëshirë, ç'është ky s'po e them epsh. Ç'është ky epsh për të bërë titull bombastik, për të çudit njerëzit. Edhe thot më poshtë, thot Sheikh bin Bazi, thot për këtë dua, pasha Allahun sa herë që jam lutur me këtë dua në teşehudin e fundit për ndonjë vërtetësi më është lehtësuar, ndërsa Sheikh El Meghamisi, që se pyet njëri në Arabin Saudite për fetva, se merr një fetvata është shumë i mirë për këshilla, por për fetva e fusin ke grupi 7. Jas njësh as dyshë çfarë, si merr një fetva. Ndërsa ky më fjalë pas ka thonë, kjo është duaja e mrekullive, pasha Allah, ku të gjatë tjetër. Sheikh bin Bazi, apo jo, po nuk është pejgamber, apo jo. Kështu që nuk mund merr fjala e tij sikur më qenë fjalë pejgamberi, ka thonë bin Bazi, Allahu shof Sheikh bin Bazi. A kupton? Kështu që unë jam kundër këtyre gjonave, unë jam kundër këtyre sforcimeve ekstreme. Sa ka hyrë koha e namazit, mirë po që unë kam shumë uri, a lejohet që njëherë ta ushqimin e pastaj të falem? Se okej, shumë mirë, okej, s'ka problem o burr. Mushi herë bargun, qetësohet truni dhe fal namaz, në rregull. Deri në cilën mosh lejohet për fëmijët të prejnë kurban. Në momentin që kupton jetën dhe se si funksionojnë gjërat, nëse ai bën kurban është i saktë. E rëndësishme është të jetë mumejjiz. Mumejjiz do thotë dallon të mirë nga e keqja. Sikur 7 vjeç me qenë 8 vjeç i dallon gjonat, e di se ku pritet kurbani, nuk e pret ke bishti, po e pret ke fyti, në rregull është. Thot bismillah, ec tjetri. Kur pastrohemi dhe pastrojmë dhe gojën dhe hundën 3 herë, pranohet edhe si abdes ngusël? Nëse e bën me niyetin e abdesit edhe merr dhe gusël pra lan trupin, po. E kemi sqaruar këtë edhe më herët. Jam në një hall thot që ka të bëjë me jetën time, pasi nëna me mua sillet shumë keq. Më thot disa fjalë që mua më rëndojnë shumë në zemër. E më bën që të ndihem keq, më dallon prej motrave të mia. Ndodh ndonjëherë që thot pse Zoti më dërgoi një fëmijë si ty. Unë nuk është se kam bërë ndonjë gabim që Zoti të solli ty në jetë. Bëj sabër. Nona pas ka rëshit. Kështu që bëj sabër, shteti u Zotit, sillu mirë, respektoje, neroje, po që nona pas ka lujt, binarësh pas ka lujt. Kështu që ti trajtoje mirë, këshilloje, respektoje, kënaqe, mos e vrit mendjen se inshallah do të ftjellohet në ditë, do
do të vinë binar dhe nona, inshallah. Kur na ka lind vajza nuk e kemi prerë kurbanin më njëherë, por pas 2 muajve, për kurban bajram. A lejohet apo duhet bëjmë përsëri? Si e ke prerë për kurban bajram? Nëse ke prej 1 për 2, jo. Ama nëse për kurban bajram ke prej edhe akikan, pastaj anash, pastaj ke therë kurbanin, je okej. Jam një motër 5 vaksh dhe për momentin jam në një praktik punën administrat. Ka vende të lira puna, por nga burimet sigurta këto vende fitohen duke dhënë para. Pse ka korrupsion këtu? Ja, s'ka korrupsion. A lejohet që t'jap lek e vendin mos ta marrin xhailat, sepse ndryshe nuk funksionon, vetëm me para. Jo, do fetva prej hoxhës, ta rrasin hoxhën në burg. Unë ngela do thonë arresto hoxhën. Unë ngela do thonë arrestoje. Kur thonë ti ke thonë fetva që lejohet. Ta hekrat. Allahu alem, Zotit të mësmi. Pse qesh? Allahu alem. Nëse ti mendon se s'ka më meritor se sa ti, është çështje tjetër. Ama nëse ka më meritor dhe punës funksionon drejt, s'lejohet. Megjithatë unë prapë them, Allahu a'lem. Se kështu tha Orioni, kështu thuj tha, se shkon kokë burgut. A keq kur prekim 7 zë, a është keq kur prek 7 zëna të vdekurin. Që lidhje ka u? Le ta preke, që problemi ka? Asë dhe problemi s'ka. Larg budallëve, lejohet. Këtu ku jetojmë ne ato kanë një orë mësimin një javë për fen e krishterë. A në lejohet që të dhejnë fëmin në ato orë? Jo, nuk lejohet. Sepse është me dëshirë. Fëmia musliman o duhet mësoj fen islame ose duhet rrim pushim në ato orë. Cili është argumenti për mos festimin e ditës së fëmijës? Sepse është fest, Eid, nuk lejohet. Nuk është traditë islame, nuk është ndër traditat e muslimanëve. Cili është argumenti që ndalon bërjen 40 apo 5 ditë të dytat për të vdekurit? Cili është argumenti që e lejon? Jo ai që e ndalon, sepse origjina është zbon. Derisa të vijë një argument që e lejon, sepse është bërë traditë e rregullt. Kur bëhet diçka me një datë fikse, për këtë datën fikse duhet sjellë argument. A lejohet thua po plotësoj ditë e Ramazanit ndërkohë që bën agjërim nafile? Jo, ndahen gjonat. Jo, po ndu që të shpëtoj nga sufajsia. Ti s'ke plotësuar Ramazanin, ç'është sufajsie? Plotësoj herë Ramazanin, pastaj flasim për sufajsin. Shi s'ka lidhje. Është njësoj si kur dikush s'ka fal akoma farzin e drekës e ne pyet dikush, ç'a po fal? Ja po fal sunetet e drekës. Po pse ti shpëtoj sufajsisë? Mos kuptoj që po fal farzin. O Zot, në jep sabër o Allah. E kam vllajën së mund edhe si i bot për të jemum, se s'ka mundësi me marrë abdes. Bismillah. Quhet me të jemum. Nëse prindërit tonë kanë bërë mëkate, a i ndodhin fëmijës të këqija dhe fatkeqësi për të larë mëkatet e prindërve? Allahu thotë në Kur'an, Ella taziru waziratun wizra ukhra. Askush nuk mbart mëkatin e tjetrit. Askush nuk lan gjunahun e tjetrit. Ai do ta laj vet, ky do ta laj vet, ai do ta laj vet. S'ka. Jam një motër muslimane, fal 5 namazet, desha një pyetje me ta bë. Hajde, po. Jam me një smundje psoriaz, mjek më kanë thonë që uji mos të lagë shpesh lëkurën. Merri herë abdes në ditë, ruaj abdesin sytë e ballit edhe rregullje. Merr abdes mjesht, mos ushqesh shumë gjatë ditës, ruhu, ki kujdes, të falu me abdes gjithë namazet. Sidomos tani që është dimër, elhamdulillah. A është gjuna me tregu që jam 7 zënë, pa i bërë 3 muaj? Jo, s'është gjuna. Gjuna nuk është, ati mund mos tregojsh se ke frikë se të marrin mësysh, muhabet tjetër. Amo gjuna nuk është. Amon ju përgjigj kësaj pyetje. Por, bismillah, hajde, të ngjej.
Me që qeke këne i kanë hia jo, amon, dërmon. Po më thonë këto të shpisë që nuk lejohet me bo punime në 10 orë, pra futju punës e mbaroj tani në 9 orë, se po hyni 10 orë nuk lejohet. Largë budallëve. Ato ndoshta thonë që ti të marrësh punë shpejt se e ke marrë gadal, edhe po tonë zbën 10 orë. Po fetarisht nuk ka asnjë problem. Ose e kanë halësor ftohtë ndoshta, e të ftofën dur të punu. A ka ndonjë hadith në Islam që flet për rëndësinë e mbajtjes fjalës? Sa të dush ka hadithe për mbajtjen e fjalës. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos mbajtjen e fjalës e ka konsideruar si një nga shenjat e hipokritit dhe të hipokrizisë. Mos mbajtjen e fjalës e ka konsideruar si një nga shenjat e hipokrizisë. Si jemi nga koha, okay. Atëherë po shohim pyetje të tjera që i kemi. A është e lejuar hipnoza sepse kam djalin 12 vjeçar që vuan nga ankth dhe stresit dhe frika dhe i kemi bërë rukje, po ashtu konsulton me psikolog dhe psikiatër. Hipnoza nëse është shkencore, mjekësore, klinike, nuk ka asnjë problemi. Nëse është me xhinne, me shejtanë, me kështu, a haram. Nëse bëhet klinikale, pra që ka një të specializuar, cili është i diplomuar për këtë gjë, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Nëse më ka ikur namazi i drekës dhe thirrë namazi i këndis, a kam të drejtë 20 minuta para të falë namazin e drekës? Ora falet direkt, që shkoj 20 minuta, 30 minuta, 13 minuta. Ty të ka ik dreka, ka një këndia, falë drekën, bëj toba Allahut, se ke bëj gjunoft mod, që të ka dalë dreka prej kohë dhe falë drekën në sekond, në minut, 20 minutat e para, jo po 18 minutat e para. A është e vërtet që nëse të lëpin qeni duhet ta pastrosh vendin me dhe, disa herë jo, s'është e vërtet. Është vetëm në enët e ushqimit. A mund të flasësh pak për kafshët e rrugëve që i po i trajtojnë njerëzit shumë keq, edhe ato janë krijesat të Allahut. Po pra po, unë jam më i rëndësishëm se sa këto krijesat të Allahut. Qëse këto krijesat e Allahut dëmtojnë krijesat e Allahut, këto krijesat e Allahut, këte i matan janë më të rëndësishme. Kështu që ty ta sugjeroj që të ngresh një shoqat, të kujdesesh për këto krijesat e Allahut që rrinë rrugëve. Allahu ta shpërblet. Merr sevap. Sevap merr, pse qeshni? Le të merret me qend. Ne po merrna me njerëzit inshallah. Ti çojmë njerëzit ke namazi, ke agjërimi, ke zakati, kjo motra le të merret me qendë rrugëve, me macet. Sevap është, sevap. Po ta shohësh fëmin të ta hangër qeni, nuk e përkëdhel dot më. Kam parë videon pyetje përgjigje për atë motrën që merr një mjekësi alternative dhe i thonë, "Okej, ja ta çoj numrin inshallah, direkt, iku." Kam ndyshje burri ka pyet hoxhën dhe hoxha është përgjigj, pa e ditë thelbin. Po shumë mirë, merr edhe ti hoxhën, shpjegoja thelbin. Me që burri e ka pyet, se ka herë njerëzit pyesin sipas interesit vet. Kë hoxh ka pyet burri, Allah e ka pyet hoxh për shembull Ahmet Kalan ose Shefqer ose Bekir ose Ekremin ose Enisin ose ku dëgjon. Shumë mirë. Thuj burrit prit, a e pyetë ti? Kështu tha, ha? Po. Hajde ta marrë dhe unë tani mësyt ta të hoxhën. Edhe zgjidhet problemi. Stresit zero. Namazet
i falim në punë dhe nuk i falim dot në xhami, por nuk na ikin nga koha e caktuar, elhamdulillah. Xhuman e falim në xhami. Koha e acis tani është 23:30. Ku mund të jetë ky? Ku ka tani 23:30? Ja që ka pyetje pas ka ardhur herët me sa duket si pyetje. E rëndësishme, ju shikoni atje ku jetoni. Nëse ndonjë xhami atje i bashkojeni dhe ju. Nëse një xhami atje ku jetoni ju e fali orë gjysmë mbrapa Yatsin, bëjeni dhe ju. Vetëm stresi zero. Kemi gjetur diçka dyshim, thota, mund ta çojmë ty, jo mos ma bini mu, veni flakën. Ose boni atë metodën që kemi thonë ne. Ta bim ty. Ku ta çojmë? Jetojmë thot në Angli bashkë me bashkëshortën Sakart, tu thot ka ndryshu komplet sjelljen e të gjitha. Bëjnë rukje, aty në Angli ka hoxhallar të mirë që bëjnë rukje, bëjnë rukje. Çoj ke hoxha, taknoj hoxha. A prishet agjërimin nëse jemi në punë dhe nervozohesh dhe në një debat flet fjalë banale? Nuk prishet agjërimi, po i bie vlera. A lejohet leximi i Kuranit në telefon? Lejohet. Ka njerëz që kur falim namaz na i bashkojnë këmbët dhe supët, dhe ka të tjerë që nuk i bashkojnë. S'ka problem. Këta mendojnë se është mirë me i bashku, Zoti i shpërbleft, ka hadith sakt që i bashkojshin. Këta thonë jo, sa 4 gisht. Hajr, inshallah, s'ka problem. Stresi zero. Jetoj në Amerikë dhe kemi dhe prindër me vete, desha të flasë me ty të konsultohem, kanë disa të lashëm, arë, inshallah, Zotë të aletësoft, po pyt në i hoxha atje o burë, që duhet me pyt mund të Tiranë, pyt o gjallartë atje, të orientojnë më mirë. E rëndësishme, nëse nuk gjenë do të zgjidhje, flasim, inshallah ta'ala. A lejot emri Rohan, pëse ti, a qa kuptimi ka, që do më thënë ka. Kështu nuk më tingëllon me një përshtypje interesante. Si mund të bëjmë ujë në kënduar? Merë një enë me ujë, knoj qasur është di, edhe frymë. Maroj, ka qishte. S'ka asë numër, asë shifër, asë i gjohë. Sa të mundesh? Shif një kohën, a? Shif një kohën. Se kësi e ka e bukur. Kam 2 fëmijë binjak, tani kanë kohën e martesës. Por më herët më patën thënë se nuk duhet të treguar se cili ka lind i pari. Dhe duhet me rendit kur të martohen. Kush ka lej i pari, duhet martu i pari, kush ka lej i dyti, duhet martu i dyti, s'bën me martu para të parit. O Zot, o Zot. O Zot na jep sabër, o Allah. O Zot na jep sabër. Po jo më jo, nuk ka lidhje fare kjo hiç. Kujt i dali, kujt i bëhet marrë përpara, bismillah, hec. Nuk ka fallë kjo punë burr. Sa të zhvilluar jemi ky sektor, më valla. Shumë të zhvilluar ky sektor. Kam një shtrëngim fyto dhe më bjen sikur do të vdes. Kur bëj kontroll çdo gjë del mirë. Fiksime. Është këtu problemi, nuk është problemi ke fyti. Është problemi këtu. Ke sistemi qendror. Do të më i bë updateim, do të më i fut program të ri. Se nuk është problemi ke fyti.